Kjo Mylli Kaplani, kam lindur në prill të vitit 1974 në Dush të Lushnjës, në një familje të varfër të kohës. Jam nga i brez që jemi rritur në kohën e komunizmit. Kaluam vite shumë vështira dhe në moskamje, në varfëri, sikurse shumica e gjithë shqiptarëve që, sidomos ata që e kanë përjetuar, ishte një periudhë shumë e vështirë. Që në moshë të vogël, që foshnjit në çerdhe, domethënë, kisha një problem sepse një fëmijë tjetër atje pa dashje në vendin ku na kishin vënë edukatorët, më goditi me pirua në syrin tim të majt dhe që atëherë më shkaktoi pasoja shumë të rënda për syrin e më në shikimin e syrit të majt. Edhe shikimi im nga syri i majt është shumë i dobët. Megjithatë, falenderoj Zotin sepse gjithë jetën ka qenë me mua deri më tash. Problemi i syrit shkaktoi edhe dëmtim në dëgjimin e veshjet majt. Megjithatë, vitet kaluan, filloja bëja në shkollë, rritesha, kur isha ende në klasë të parë, babain tim e futën në burg për arsye të pa drejta, për diçka që as nuk e bëri, as nuk e tha. Edhe mbasi e nxorën nga burgu, sistemi ishte i tillë që nuk i japnin as punë, nuk sistemohej dhe mbaj mend që isha me babain tim, mblidhnim bara botanike për të shitur, për farmaceutik, mblidhja letra, mblidhja shishe qelqi, bënin një lloj punësh për të mbajtur familjen, për të ushqyer. Kalonin vitet, isha nxënës i mirë në shkollë, por nga që isha nga një familje, le ta themi, të prekur, më rrifnin shumë mësuesit. Nuk më jepnin asnjëherë notën që duheshte, më jepnin, po megjithatë, kjo më shkaktonte pak a shumë inat në vetvete, thosha pse si ka mundësi. Pse mos më japin atë që meritoj? Pse më rrafin kaq shumë? Megjithatë, lavdërojmë Zotin për gjithçka që kemi kaluar, sepse këto janë ngelen në memorien tonë për një arsye të vetme, që sot në këtë çaste flas për veten time, të japim lavdi emrit Perëndis për gjithçka ato që kaluam, sepse shikojmë se sa e padrejtë është bota, sa të padrejtë janë njerëzit dhe se sa i drejtë është Perëndia. Ecën vitet, diku ke viti 86, pësoj një gangrenë në këmbën, në kërcirin e këmbës majt, e cila kjo gangrenë më kushtoi jashtëzakonisht shumë, duke më shkaktuar hemoragji nga hunda dhe nga goja njëkohësisht, ngella i paralizuar, edhe për një çast, prindrit e mi më çuan në Shijak, ka qenë diku për ata që janë brezi im dhe e kanë dëgjuar, ka qenë një doktor popullor me emrin Ceni, i njohur doktor Ceni. Sa po më çuan ke ai, menjëherë me shikim parë, doktor Ceni tha që djali nuk është për tek mua, tha, po është për në reanimacion. Më kthejnë përsëri mbrapa në shtëpi, edhe siç isha i shtrirë, ishte ditë gushti, në mos gaboj ka qenë data 10 ose 11 gusht, i 86-ës. Diku ke ora 8:30 e mëngjesit, aty rash në koma dhe për diku rreth 2-3 orë, dhe e pash veten time që u shkputa absolutisht, që u shkputa nga kjo botë, nga çdo lloj kontakti. Edhe shikoja vetëm veten time të shtrirë dhe shpirti im që ishte sipër duke parë trupin tim. Në këtë gjendje kome që isha,
Vinë 3 re të vogla, edhe më rrethojnë, më shoqërojnë gjatë gjithë atij udhëtimi që ndodhi, më çojnë në një vend lart në qiell, diku ku ishte një portë e vogël prej druri. Doja të futesha ke ajo dera, por ajo derë nuk hapej. Kthehesha përsëri te trupi im nuk më pranonte. Gjatë gjithë kësaj kohe që isha në koma, ndodhte e njëjta gjë. Shkoja dhe vija. Derisa në fund fare erdha dhe trupi im më lejoi që të futem. Gjatë gjithë kësaj periudhe kohore, Zoti më tregoi gjithçka çfarë kishte ndodhur që nga krijimi i botës deri në ato çaste. Mirë po kur erdha në vetvete, e dija që Zoti më kishte treguar, po nuk mbaja mend asnjë gjë. Aty filloi, le ta themi, kontakti im i parë me Zotin, pavarësisht se ishte ndaluar feja në ato kohra në Shqipëri. Nuk kishim as libra, as dikush të na fliste për Zotin, sepse ishte ndaluar, çdo gjë bëhej në fshehtësi. Edhe le ta themi aty erdhi kontakti im i parë me Zotin. Fillova çdo natë t'i lutesha Zotit, atij Zoti që nuk e njihja, por e kisha takuar tashmë, ose më kishte takuar ai. Me ato fjalë që dija, i lutesha Zotit dhe kjo filloi avash hapte rrugën time në kontakt me Zotin. Erdhën vitet kaluan dhe diku ke vitin 90 filloi që sistemi të prishej, secili mundohej të ikte jo në Greqi, në Itali, këto ishin mundësitë atëhershme. Provova edhe në Itali me anije në Vlora, në eksodin e parë, mbas ambasadave. Shkova në Bari, atje psova një dëmtim të rënd në stadiumin e Barit në shtyllën kurrizore. Rash nga një lartësi e madhe e stadiumit, edhe rash mbi një tub hekuri me kurriz. Edhe aty më ruajti Zoti, duke mos u thyer në mes. Ndeta disa orë pa ndjenja, edhe kur u ngrita nuk mezi hecja, ishte shumë vështirë për të ecur, megjithatë u ktheva në Shqipëri, ndeta pak ditë dhe pas atyre ditëve sa u rikuperova dhe erdha në vete, mora vendimin të ikja për në Greqi, me 2 shokë të tjerë. Natën e parë ndetëm në qytetin e Sarandës. Duke shëtitur në atë mbrëmje që ishim në Sarandë, në një port aty, në një le ta themi tip podrumi atje, jashtë derës kishim shkruar një tabelë që shkruante kush do ta njohë Krishtin, le të vijë këtu brenda. Sapo e pash këtë parull, më pëlqeu jashtëzakonisht dhe faktikisht ishim nisur drejt kinemas të shikonim një film edhe u them shokëve të mi, unë do iki të dëgjoj për Krishtin, ju shkoni ku doni. Futëm aty, ishte puna që bën suedezët fillimisht në Shqipëri, që besoj që shumë shqiptar kanë marrë lajmin e mirë nga suedezët, Zoti t'i bekoj për mundin e tyre, për apostullimin e tyre. Dhe në fund fare na dhanë një djatë të re, falas. Kur ma dhanë djatën, më duk sikur më kishin dhënë një thesar dhe me gjithmonë është një thesar. Erdhëm në Greqi, secili mbas kufirit mori rrugën e tij. Unë ngella vetëm, duke ecur me këmbë, hec. Bëra goxha ditë sepse rrugën nuk e dija. Gjuhën nuk e dija, vetëm isha i vogël, isha 17-18 vjeç. Arrita diku para Grinjës, para ata që din pak a shumë gjeografinë e Greqisë. Aty u lodha edhe u dorëzova me thënë drejtën edhe dola në rrugë. Thash, po të më kapi policia, le të më kapi, po të dalin në njëri të më ndihmoj të më marrin, le të më marrin. I ngre dorën një makinë, ndalon, më thot ku do shkosh, i them ku shkon ti, pak fjalë që kisha mësuar shumë pak fjalë. Më thot në Athinë, i them dhe unë në Athinë do vi. Pak a shumë duke bërë pak muhabet në pak fjalë në greqisht që dija dhe në anglisht. Rezulton që ai zotëria ishte polic.
Edhe unë u friksova me thënë drejtën. I thash, po do më kapësh, i thash do më kthesh mbrapa në Shqipëri. Jo, tha mos më rrezit, tha, po t'ishe për të kapur, tha, do të kisha kthyer direkt, tha. Do bëj një gjë të mirë, tha, që t'jem dhe unë, tha, nga Zoti, tha, të ndihem, tha, që kam bërë një gjë të mirë, tha. Kaluam tragedin e Patrës, atëherë nuk ka qenë mura, kaluam tragedin e Patrës, më mbajtin në makinë, në Korint i thash dua të ndaloj këtu, i thash sepse kisha frikë se mos më dorëzonte në Athinë. Zoti ta bekoi atë njeri, para se të zbrisja, më tha ti nuk ke para me vete, më tha mua. Dal të plotsoj një çek, më tha mua. Në mos gabojmë dha a 15 a 25.000 drakmi. Po në 91-shin, 91, 92-shin, jashtëzakonisht shumë lek. 91-shin. Do shkosh, më tha mua, nesër ose pas nesër me bankë, tha, në filan bankë, tha, dhe do marrësh lekët, tha, do t'i tërheqësh, tha, që të kesh për ditët e tua të para, tha, ti tosh. Lavdëroj Zotin, më ndihmuan jashtëzakonisht shumë ato lek, fatkeqësisht humba numrin e telefonit atij njeriu, megjithatë Zoti e ka shënuar veprën e tij dhe ta bekoi dhe atë dhe familjen e tij nëse janë në jetë. Nëse ai është në jetë, familja sigurisht që patjetër duhet të jetë. Edhe kështu fillova ndeta me Korin, thonë një vit. Mbasi përreth atij viti u njofa me ca shqiptar të tjerë, të cilët nuk dua të orientohem as zonës nga ishin, as emrat e tyre. Ata merreshin me grabitje shtëpia, që më thash. Edhe nga që unë ishe i vogël, donin të më përdornin mua, por kishte ndodhur një diçka, kisha ndihmuar një kushuririn e tyre të parën kur erdhi, e ndihmova me strehim dhe me punë, edhe kushurinë e tij ata që ishin aty nuk e ndihmuan. Kur ai u kthye në Shqipëri, ja dëftoi të gjitha babai i tij, i tha që kështu një djalë filan Fisteko më ka ndihmuar, i tha, kurse kushurinë e mi të parë tha më lanë mes të rrugës. Pse jo them këtë? Babai i tij ishte një po përdor fjalën kriminal, po sepse sapo dal nga burgu për vrasje, më the, edhe gjëra tjera. Edhe kur erdhi në Korin, thonë, gjendja ishte ashpërsuar që ndërmjet atyre dhe mua, se donin me do e mos do të më fusnin mua, të më përdornin si karrem në përshpira për të vjedhur për ta, që po të kapte dikë policia, të kapte mua dhe jo ata. Unë nuk pranoja, më kërcënonin, më bënin, kur erdhi ky zotëria, babaja e djalit që kisha ndihmuar, tha, ti e filani? Po, i thash, unë nga që kisha dëgjuar për këtë më përpara, u friksova me thënë drejtën, thash, bobo, ky do mbrasi motën, i thash, o Zot, lutem ruaj. Edhe më tha këto fjalë, hajde këtu biri, më tha mua. Unë jam filani, tha, kam qenë i dënuar për vrasje në Shqipëri, kam dalë tani afër, edhe ti ke ndihmuar djalin tim, tha. Unë tha, për atë që ke bërë për djalin tim do ta shpërblej, tha, dhe u thot kushërinëve tyre të parë. Nëse këtë e kap njëri me dorë, tha, unë do ta therrgjë tani. Mbas 2 ditësh më thot mua, bëu gati, më thot mua, se do të çoj në Athinë, thot mua, se këtu nuk është sigurt për ty. Më merr, më çon në Athinë, në një lagje të Athinës që quhet Petropoli, aty ke një shoku vet. Edhe i thot atij, i rekomandon të më mbaj fillimisht ke shtëpia e tij sapo të më gjej punë edhe të sistemohem. Edhe aty më thot një diçka që e kuptova më vonë që ishte nga Zoti, më thot një diçka që misioni im ishte deri këtu. Unë sot kthehem për Shqipëri. Edhe e pash dhe më bëri përshtypje, një njeri që të vinë këmbë nga Shqipëria për një javë, të vitë më rregulloj të më çojë mua në Athinë, edhe në të njëjtën ditë, pasi më ka çuar mua në Athinë të kthehet për Shqipëri, është e pamundur tash. Më vonë mora vesh që e kuptova që çdo gjë është e drejtuar nga Zoti dhe Zoti drejton çdo lloj instrumenti për të bërë veprën e tij. Ai shoku i atij
E mbajti fjalën vetë për një natë, pastaj natën tjetër më tha mua nuk të mbaj më dot në shtëpi, tha, të lutem shumë sa dil nga shtëpia. Tha. Po, i thash faleminderit. Edhe gjeta një fik të madh, gjeta një 2 kartone, edhe fleja poshtë atij fikut. Edhe vazhdoja lutjen time. Pas 2-3 ditësh, fatmirësisht dhe rastësisht le ta themi, ai fik ndodhej diku ke 300-400 metra më poshtë 2 rrugë, më thënë një rrugë ose 2 rrugë, më poshtë nga kisha ekzistuese e asaj lagje. Sepse kisha ndodhet ende në atë vend. Mbas 2-3 ditësh kur flija në atë fik, kisha gjetur një fotografi të Krishtit edhe duke i lutur i thash o Zot, tani më të gjeta, i thash. Ditën tjetër dalë për bërë një, le ta themi një xhiro, po sorollatesha sa lart e poshtë derisa të gjej një punë. Ka qenë në ora rreth 6:30-7 e mbrëmjes. Edhe aty më foli Zoti, duke më thënë që shko ke pjaca e lagjes, sepse atje do të gjesh paqen në shpirtin tënd. Më bëri çudi për këtë zë që dëgjova dhe thash, dal vetë një të shoh ç'a ndodh. Në ato kohra ishte zakon që kisha dilnin me ato polant edhe dilnin ditëve të marta zakonisht, edhe ditëve të tjera, po dilnin edhe sillnin fjalët e Zotit në rrugë, predikonin, sillnin lajmin e mirë, shpërndanin djatat e reja. Një mbrëmje e tillë ishte ajo që do laon. Kur shkoj ke pjaca e lagjes, shoh aty njerëz duke folur për Zotin, megjithëse nuk kuptoja greqisht. Ulëm në një stol aty edhe dëgjoja. Edhe vjen një vëlla nga kisha. Edhe filloi të më flasë, më thotë, ma donte të flas për Zotin. Po, i thash, me gjithë kënaqësi. Filloi të më fliste dhe duke më u hedhur jo për ikonat, thash më nuk më interesojnë ikonat, sepse pak a shumë grekët janë të lidhur, feja ortodokse është pak e lidhur me ikonat, prandaj dhe mu drejtua i vllai në këtë mënyrë. Edhe i thash nuk më interesojnë fare ikonat, i thash, mua më intereson Krishti, i thash. Lam takim që ditën tjetër të veja me ta në kishë. Ditën tjetër, edhe për rreth 1 muaj, po thuajse, kisha, salla e kishës ndodhet në katin e 3. Për rreth 1 muaj nga dita që u futa, Zoti më hapi sytë dhe shikoja angjit e Zotit rreth e qark kishës, sa herë që shkoja në kishë. Mirë, po mu duk një gjë shumë e zakonshme, se thash tani që besova do shoh shumë gjëra. Edhe nuk i kushtoja shumë rëndësi. Mbas 1 muaj, pak a shumë erdha në vete, thash po shoh ëngjëj, thash. Edhe aty që asaj ditë u humbëm pastaj. Do të falenderoj Zotin në atë pas se jam një njeri ngopur me vegime, me ëndra frymore dhe bashkëbisedime me Zotin, po kjo nuk do të thotë që më bën mua më të mirë nga ju ose nga njerëzit e tjerë. Përkundër se më jep më shumë përgjegjësi. Edhe duke punuar me të vllain që më foli, ishte në profesion usta pllakash, nga prej të cilit mësova dhe zanatin, Zoti ta bekoj, është ende në besim, Zoti ta bekoj atë vlla dhe familjen e tij. Duke punuar një ditë pas 1 muaj e gjysmë, ka qenë ora rreth 10:30 e mëngjesit, siç isha lart në shkallë, duke gryetur muret, se bën merrte edhe punë të tjera vllai. Më tregon Zoti një vegim, më tregon Krishtin lart në kryq edhe duke më thënë që erdhi koha jote të vdesësh. Aty dhe u trembëdhët me roa, me thënë drejtën, se thash, o Zot, unë nuk dua të vdes tani që të njoft aty. Mirë po, këtë e rrëfeva ke pastori I kishës atëherë në atë kohë, një vlla shumë I bekuar,
Dhe më tha, po vlla, vdekja tha është pagëzimi yt në ujë tha. Dhe mora vendimin, u pagëzova në ujë. Filluam kontakti me Zotin, pas pak kohësh, mbas pagëzimit kërkova nga Zoti me dëshirë të madhe që të më mësonte greqishin që të mund të kuptoja Biblën në gjuhën që ishte djata e re, sidomos ishte shkruar në gjuhën që ishte shkruar. Dhe po në atë mbrëmje, Zoti më tregon një ëndër që unë marr Biblën edhe e përqafoja, Biblën greke. Edhe në ëndër e sipër mendoj që të ngrihem dhe u ngrita nga gjumi dhe thash dal të shikoj dhe të vërtetoj se çfarë është kjo ëndër që më tregon Zoti. Hapa Biblën greke dhe lexoja në mënyrë të përkryer ende pa ditur gjuhën greke. Edhe kjo për mua ishte një mrekulli sepse as shkollë kisha bërë. Dhe as nuk kisha ardhur ndonjëherë në kontakt përpara me leximin e gjuhës greke, që është e vështirë si gjuhë të lexohet. Edhe brenda një 6 mujori, Zoti e bëri të mundur të më ndihmoj që të flisja dhe greqisht, goxha mirë. Erdhën Krishtlindjet, rreth muajit 5 muaj gjysmë, 6 muaj mbasi kisha besuar. Aty kërkova Zotit një dëshirë, shpreha një dëshirë, thash o Zoti, thash të gjithë kanë familjet e tyre, kanë njerëz të tyre, bëjnë i kushtojnë dhurata njëri tjetrit, unë s'kam askën përveç teje. Prandaj të lutem shumë, i thash, më jep frymën tënde të shenjtë. Aty përsëri vjen Zoti me një begim, më tregon, erdhi në dhomën time, edhe shikoja veten të fluturoja në qiell nga gëzimi dhe nga prania e frymës së shenjtë. Lavdëroj Zotin për këto dhurata sepse janë shumë të çmuara, prandaj thash në fillim që nuk ja vleja, sipas mendjes nuk ja vleja, po ja që Zoti bën kaq gjëra të mira për ne, na jep kaq gjëra të mira dhe jam kaq mirënjohës, sepse është besnik dhe është i dashur, është dashuri për gjithçka që bën. Dhe falenderoj jashtëmase për çfarë ka bërë dhe çfarë më ka dhënë, sepse asnjë nga ne, flas për veten time, nuk e meritoja kurrë, nuk e meritoja asnjë nga ato që ka bërë Zoti. Dal nga dal filloi të më pëlqente përsëri bota edhe u largova nga besimi. U largova nga besimi dhe u mbleksa me një grup shqiptarësh, të cilët kryenin gjëra, bile se dhe vrasje. Nuk duhet të orientohem më tej. Unë nuk mora pjesë në shumë gjëra, nuk dëshiroja të merrja pjesë, u thash unë marr pjesë deri këtu, po jo atje, as edhe atje. Nuk marr pjesë në disa gjëra sepse nuk dua. Gjërat shkuan shumë keq, saqë doja të shkëputesha, por shkëputja ishte shumë e vështirë. Edhe për një çast mendova të bëja vetvrasje. Arrita deri në çastin për të bërë vetvrasje, po ja që Zoti nuk e donte atë gjë. Më ndaloi. Edhe i shpreva përsëri një dëshirë, thash o Zoti, thash nëse ti më ndihmon të shkëputem nga kjo gjendje dhe nga kjo situatë që unë jam tani me këta njerëz, dhe nëse bën të mundur kthimin tim mbrapa përsëri në krahët e tu, do të jem mirënjohës dhe do bëj gjithçka që ti do. Që nga ai çast e deri më sot di vetëm për 2 njerëz nga ata që unë shoqërohesha, të cilët nuk janë jetë për shkak policisë. Edhe për të tjerë nuk di më asnjë gjë dhe emrat i kam harruar, edhe
nuk dim asnjë gjë tjetër. Megjithatë, uroj që Zoti t'i ketë bekuar dhe ata në jetë t'u ketë hapur syt dhe t'i ketë sjellë në rrugën e drejtë, sikurse më solli dhe mua. Për të rënë bie menjëherë, po varet se sa e madhe është rënia, ose sa e thellë është rënia. Nuk do shumë që njeriu të mashtrohet nga dëshirat e mishit, nga bota, nga çfarë ofron bota. Ingranazhet e botës dhe pasionet e botës janë rryma e botës me pak fjalë shumë më e madhe tek njerëzit që janë të dobët. Prandaj dhe Zoti simbolizon njeriu që dëgjon fjalën e Zotit, e ndërton shtëpinë e tij në shkëmbë. Dhe shkëmbë është Zoti vetë, fjala e Zotit. Edhe kur vin fortunat, asnjë gjë nuk e merr atë shtëpi. Fatkeqësisht, unë ndërtova shtëpinë e re. Dhe era është më njëherë. Edhe dëshiroj të këshilloj çdo njeri, çdo vëlla ose motër, ose nga miqtë që na dëgjojnë, që kushdo që është në besim, sado i dobët të jetë, le të rrijë ashtu sepse në një çast ose në një moment Zoti do vijë dhe ta ngrejë. Ikja nga Zoti është një bilet pa kthim. Këtë jo kthem nga përvoja ime. Shumë ikin, po pak kanë mundësi të kthehen përsëri në rrugën e besimit. Shumë veta, sidomos besimtarët, presin ardhjen e Krishtit, rrëmbimin e Krishtit. Krishti ose ikja e njeriut nga kjo jetë është një çast. Mund të hapësh derën edhe s'je më. E rëndësi ka që njeriu të jetë me Zotin edhe të thot ato që thot apostulli Paul, ose në jetë, ose në vdekje, të gjallë apo të vdekur jemi të Zotit. Dhe këtë e thot vetëm ai që ka Krishtin brenda në zemrën e tij, në jetën e tij. Edhe largimi nga Zoti, jo që nuk është e lehtë, po fillimisht është një mashtrim, një utopi, 2-3 muajt e parë, ose më pak, ose më shumë varet nga njerëzit, nga situatat. Gjërat janë të bukura dhe të mira, po mbas 2-3 muajsh vjen direkt disheza e madhe dhe katastrofa. Flasim gjithmonë nga ana frymore psikologjike. Edhe ndodhen gjithçka ato që ndodhen më shumë, po unë nuk do të futem më në detaje për atë pjesë, sepse për mua është një kapitull i mbyllur dhe falenderoj Zotin që më hoqi nga ajo sken, nga ajo situatë dhe më dha jetë. Fillova të lutesha Zotit përsëri, mirë po rruga e kthimit është më e gjatë, shumë herë më e gjatë nga se që mendon njeri. Mbas pak vitesh, fillova të konsumoja edhe drograt e lehta. Ishte gëzim për mua, sepse nuk më kushtonte nga që edhe tregtoja, kështu që ishte gjë e thjeshtë për mua. I kërkova Zotit më çliroj nga ajo. Më vonë pasndaj u njofa dhe me Rozën, me bashkëshorten, që Zoti më fali. Isha i larguar nga besimi, por kisha dëshirën të kthehesha në rrugën e Zotit. Kisha filluar kontaktet me vëllezërit, që i njihja dhe më njihnin, dhe ishin vëllezër të mirë, Zoti t'i bekoj, dhe janë ende vëllezër të mirë. Dhe falenderojmë Zotin se në rrugën e besimit, bekimet që jep Zoti nuk është vetëm bekim personal, po është edhe në përgjithësi, sepse na fal vëllezër dhe motra nga vende të ndryshme, nga qytete të ndryshme, nga shtete të ndryshme, nga gjuhë të ndryshme dhe kudo të ikësh tani më do gjesh patjetër një streh ose një oazë ku mund të futesh dhe të dëgjosh fjalën e Zotit. Njofa Rozën, bashkëshorten time. Fillimisht u nisi
një histori dashurie, por pastaj kur kisha, jo pastaj, që në takimin e dytë, do shkonim diku për të pirë një kafe, sikur se isha në motor, po veja për të marrë rozën, aty përsëri më flet Zoti dhe më thotë që kjo vajzë është prej meje. I dhash rëndësi kësaj fjale, edhe kur ula me rozën në kafeterie për të pirë kafe, nëse çfarë kishim porositur, fillimisht po bënim muhabet sa ndej këtej, pastaj për një çast më erdhi kjo fjalë që Zoti më foli, më erdhi në mendje dhe thash del ta provoj një herë këtë situatë. Dhe fillova të flas për Zotin. Sa po fillova të flas për Zotin, më njëherë Roza, i Rozës i pëlqeu kjo bisedë, i pëlqente çdo gjë, çdo fjalë që flitej për Zotin në atë çast, edhe morëm vendimin të shkonim ta linim kafeterie, edhe shkonim në kishë, dhe ashtu bëm. Shkuam në kishë edhe prej sa dite Roza është në besim, me hirin e Zotit. Pastaj kjo doti në vitin në fillim të viteve 98. Në nëntor të vitit 98. Nëntor dhjetor diku aty. Kisha pastaj situata të vështira jetë këndshme për mua, sepse për rreth 2 vite gjysmë 3 vite, kur mora vendim serioz për të kthyer në Zot, pavarësisht se jeta ime nuk ishte më e mirë, kisha ndërhyrje nga frymëra të ligëta, të ligën, të cilët fatkeqësisht çdo mbrëmje shikoja duart e tyre dhe fytyrat e tyre që donin të më mbysnin. Ishte një gjë të mëshme për mua, po edhe sa shumë e frikshme, shumë e tmerrshme, edhe sa thrisja gjakun e Krishtit, çdo gjë vinte në paqe. Kjo është një situatë shumë e frikshme për mua, saqë kisha frikë të futesh edhe në shtëpinë time. Ose çdo natë pothuajse i thosha Rozës mos fliti pa fjetur unë. Erdhi Zoti mos liroi nga kjo situatë, nga kjo gjendje. Pastaj na fali fëmijën tonë të parë Sarën në vitin 2001. Lavdërojmë Zotin. Filluan vitet, por përsëri kthimi im nuk kishte ardhur në nivelin e duhur. Kisha shumë gjëra të cilat më banin peng me botën, edhe të mbajnë rob dhe sklav të asaj jete, fatkeqësisht. Prandaj thash në fillim që rruga për të kthyer në besim kur ikën nga Zoti është shumë herë më e vështirë, nga sa që mendon se mund të ketë njerëz për shembull që thonë do iki dhe do kthehem. Një fjalë goje është. Po të ikësh mund të ikësh, po për të kthyer nuk e di, sepse nuk varet nga ty. Diku në ato vite, në vitin 2002-2003, më tregon Zoti një ëndrrën e historisë së djalit Plankprishës, edhe më tregon veten time që kthehem dhe atim duke më përqafuar dhe duke më larë me lotët e tij. Doja ta ndroja jetën time, karakter ishte shumë e vështirë. Bile sa arrita edhe në një fazë që doja të ndahesh edhe nga Roza. Nuk kisha mëshirë për asnjë gjë, më ishte ngurtësuar zemra. Nga njëra anë Zoti mundohej bënte veprën e tij, nga ana tjetër i ligu bënte punën e tij, nga ana tjetër ishte zemra ime që bënte dhe ajo punën e saj. Edhe ngadal kisha Zoti vuri vëllezër të mirë rreth meje, të cilët më jepnin këshilla të mira, më ndihmuan,
të qëndroj frymërisht, më ndihmuan të ngrihem frymërisht dhe I falenderoj nga zemra dhe Zotit I bekoj me gjithë shpirt të them të fjalë. Morëm vendimin, na hapi rrugë Zoti në Belgjik. Erdha fillimisht unë dhe Roza. Dhe mbas një muaji u ktheva përsëri erdha mora Sarën. Në fillim këtu në Belgjik ishte jashtëzakonisht shumë e vështirë sepse nuk kisha asnjë lidhje me çfarë ishim mësuar ne si emigrant në Greqi. Mënyra e funksionimit, mënyra e zyrave të shtetit, se si të gjeje punë, se si të gjeje shtëpi. Duke u nisur nga kjo situatë, bashkëpunova me 2 shqiptarë grek të tjerë. Hapëm një kompani dhe hapëm në anën nënta në 14 shkurt të 14-s dhe mbas 2 javësh e mora vesh synimin I tyre që ishte që të merrnin kredira dhe të falimentonin kompaninë. Mirë po, unë kisha 33% të aksioneve, le ta themi, të kompanisë. Edhe me njëherë u thash, dua të dal nga kompania. Nuk më jepnin firmat. Më kërkonin shumë të madhe lekësh. I thash nuk ja u jap, nuk ja u jap. Filluan kërcënimet. Arritëm në polici, kërkova mbrojtje nga policia. Gjërat vajtën shumë keq. Derisa në një moment ram në ujdi për një shumë do t'i pagoja diku ke 5.000 euro që të më jepnin firmën. Rash dakord me atë shumë. Vajtëm pa ta kishin ngritur dhe me llogaritarin e tyre, kishin ngritur një kurs tjetër në përgatitjen e letrave. Më nxjerrin mua jashtë nga kompania, por nuk më nxjerrin nga përgjegjësitë e kompanisë. Jetë të cilën nuk e kuptoja, nga në frëngjisht ishte shkruar nuk e kuptoja. Shkojmë të depozitojmë letrat në zyrën e monitorit belg, fletore zyrtare se quhet në shqip. Edhe më thot ajo punonjësi, ajo ishte flamande. Që flamandet janë shumë strikt, janë si puna e gjermanëve. Edhe thot ty të kanë nxjerrë nga kompania, po nuk kanë nxjerrë nga përgjegjësitë. Kjo nuk ndodh në Belgjik, po unë do ta bëj, do ta shkruaj me dorë, që ty të nxjerrë edhe nga përgjegjësitë. Edhe e mora që ishte nga Zoti, sepse nuk ekziston mundësia 1 në 1 milion që një belg të ta bëj këtë pa u njohur, pa të njohur, edhe nuk ka arsye pse të ta bëj. Edhe derisa të dilte kjo të shpallën në fletoren zyrtare për 2 javë, unë isha akoma nuk isha në qetësi. Kur dolin pasndaj, thash tani jam I qetë. Mirë po kjo kishte vazhdim. Sepse arkivat ruhen edhe 5 vjet mbas daljes. Mbas 5 vjetësh, kaloi 5 vjet në shkurt të 19-s. Thash lavdëroj Zotin që nuk ndodhi asnjë gjë. Në maj të 19-s më vjen një letër, edhe më thot, je I thirrur në gjyq për falimentimin e filan kompanie. Aty miku truri. Ja dërgoj llogaritari tim, I them, kështu, më ka ardhur një letër. Është grek I lindur këtu, ja u them këtë për arsye të komunikimit që kam unë me atë në gjuhën greke dhe kuptohemi mirë. Edhe mi thot më dërgon çik letrat që të kanë ardhur me email, ja dërgoj, më thot mua nesër ke gjyq. Çfarë thua, I them? Mi sill letrat tani, më thot mua direkt në zyrë. Ja çoj letrat dhe ja dërgon edhe ky me email ja dërgon avokatëve që ishin kundër me, avokatëve të shtetit. Vjen në kontakt me ata dhe I thotë që kështu klienti im thotë është në rregull, ka bërë dorëheqjen që në filan datën dhe po kthej. I thotë avokati I shtetit thotë na dërgoj gjithçka, çdo letër, çdo shkresë, çdo dokument që ke në favor të tij, na dërgoj me email. Ja dërgova
Ja dërgova Thomaj ja dërgoi atyre, edhe ata që ishin kundër meje, Zoti i bëri që të ishin me mua. Edhe e pyeta llogaritari, thash, po tani çfarë bëhet? E pyeta sepse ai më përpara ka punuar në zyrë avokatie dhe pak a shumë i dinte proceset. E tha, nëse për 6 muaj të vjen letër për paguar, do paguash. Nëse nuk të vjen, harroje, më tha. Edhe aty ulem i them Zotit, nëse ti o Zot dëshiron që unë të paguaj, u bëf dëshira jote. Nëse ti dëshiron që ta fshish këtë gjë, fshije. Sepse kjo është paga e mëkatit. Thanat ose vështirësitë, ekonomia mund ndryshoj mënyra e jetesës, po i armiku është i njëjtë, betejë është e njëjtë. Në 2017 Zoti na fali një vajzë të dytë, Evelinën, dhe e falenderoj Zotin sepse ndihem i bekuar me çfarë kuptimi. Asnjëherë në jetën time nuk imagjinoja që do kisha një familje, do kisha 2 fëmijë, po ja që dhuratat e Zotit janë të mrekullueshme, edhe besoj për secilin për ju dhuratat që ju ka bërë Zoti janë të mrekullueshme. Me hirin e Zotit vazhdojmë, hecim, edhe e rëndësishme është që udhëtimi jon të jetë me Zotin, ashtu sikur se e filluam, ta mbarojmë dhe ta mbarojmë më të lavdishëm se që filluam. Kjo është ajo që do Zoti, edhe kjo është ajo që do Zoti nga ne, që ne të shprehim këtë dëshirë, të bëjmë këtë zgjedhje, sepse Zoti na e ka dhënë shpëtimin, një herë e përgjithmonë, thjesht ne duhet ta ruajmë edhe ta mbajmë sa më fort mundemi. Është gjë më e çmuar që na ka dhënë Zoti, secilit prej nesh, secilit prej atyre që beson, edhe u jep pushtet të quhen bi dhe bija të Perëndisë. Dëshiroj që kjo dëshmi, ky rrëfim të jetë megjithmonë për lavdi të Zotit, të inkurajoj sadopak ata që dëgjojnë për herë të parë për Krishtin, ata që mbase në jetën e tyre rrugët mund të shikojnë të mbyllura, në jetën e tyre, udhë pa krye, po vetëm një është udha, është Krishti, ka shpresë, dhe çdo njeri që i drejtohet Zotit, shpresa e tij bëhet realitet. Dëshiroj që çdo njeri që dëgjon për Krishtin për herë të parë le ta provoj atje ku është, le t'i thrasi me zemrën e tij, me atë mënyrë lutje që ai ka mundësi, dhe do shikoj se sa i mirë është Zoti, është ato që bëri ke neve, ke mua, ke familja ime, ke ju që dëgjoni tani, ato do bëj dhe ke çdo njeri që e thret, sepse është Zot dashurie, është Zot i mirësisë, është jetë dhënës. E falenderoj për gjithçka që më ka dhënë, e falenderoj për jetën që më ka falur, për shëndetin, e falenderoj për të mirë, për vështirësitë edhe për lehtësitë. E falenderoj për ponë dhe për jon, sepse çdo gjë na pëlqen, apo nuk na pëlqen, është në planin e Zotit. Duhet të rafinojmë si punë e arit, të rrifemi si punë e hekurit derisa të marrë formë. Shpeshherë ka dhimbje, shpeshherë nuk ka. Po gjitha këto janë planet e Zotit, i cili do të na kaloj në rrugën e tij dhe është për të mirën tonë që mos të ankohemi, është për të mirën tonë që të përputhemi ne me Krishtin, sepse Krishti u përputh me ne, e mori trajtën njerëzore. Tani është rradha jonë, të bëjmë ne një me Krishtin, që mund t'ja dalim banë, të rezistojmë në këtë kohë, dhe t'ja dalim banë, të arrijmë atje ku Krishti na e ka dhënë premtimin, që po të bëjmë dëshirën dhe vullnetin e tij, një ditë do shikojmë fytyrën e tij dhe
Jo vetëm po do ngazëllojmë të gjithë në dashurinë e tij të përjetshme. Zoti t'ju bekoj gjithëve juve personalisht dhe familjarisht, fëmijët tuaj, bashkëshortet, të afërmit tuaj, dhe e realizoft shpëtimin e shpirtrave të familjarëve tuaj dhe të miqve, të atyre që jeni afër punon, të gjitonëve, të kolegëve, edhe të na bekoj të gjithë dhe të na mbaj deri në fund, deri në ditën që ai do vi.